Nuk ka poshtërsi më të madhe me këtë që është bërë. Unë nuk e kuptoj si ka mundësi, ore linjat e tjera me Tirana, me kështu letë vend, po Delvina kish Delvi Sarand kish një stacion edhe kalon të në rrugë 5. Që pegonte qytetit Urbani Sarand Delvin. Përse, ne na rënduan, plus që duhet të ecim, po plus paguajmë dhe 1.000 lekë që tepër. Pse? Ne bileta që 1.500 lekë. Ne paguajmë të ashtu 2.000 lekë. Pse duhet i paguajmë? Pse të rritet bileta në mënyrë artificiale? Në qoftë se bashkia bëri terminal, ta vunda janë autobuse sa i tivuj pa lekë u vlatë. Na qojnë deri të terminali, se unë atje paguaj 1.500 lekë që paguaja me fugonin. Kështu që kjo është marzi, nuk e di, unë jam 80 vjeç. Mund të vete unë në Sarand, unë udhtoj Delvi Sarand shpesh herë. Sepse kam problemin e tillë dhe punë të tilla. Por ama që të bëhet një veprim i tillë është çmenduri. Nuk e di. Çojmë një ankesë të tillë do t'ja bëj dhe zoti kryeministër tash që bëri këtë programin Besa. Edhe t'ja parashtroj, t'ja ngrisi problem që të vënë dorë, të ta gjykojnë këtë punë. Nuk është, kjo është marzi, është çmenduri. Ka kisha, ti bësh të duash. Te Besa e Tiranës, pa tjetër. Ta shti të thojmë se sa reale, se veç 13 vjetë në jo Bes nuk ish. Po vetëm tradhti. Ta shti të shojmë me këtë Besën, me këtë programin Besa, në qoftë se e bëri halal i qoftë, kur të desi o vetë të herë një lopat baltë në varë. Qa ti bëj, qa ti the? Në qoftë se e buri të funksion Besën. Nuk në base ka të drejtë do ta bëj, pa unë jam shumë i paknaqur. Unë jam shumë i paknaqur sepse unë toj 2 herë 3 në javë e kupon se vinë në hipotekë. Kam bën një godinë në Delvin, 7 kaçe, vajta 20 vjetë nuk ma hipotekojnë, dua na 2 hyrje. Po dale o vlaq, pse duhet t'jap hyrje, unë e kupon në godinë time që kam bën me gjake me djerës. Unë nuk e kuptoj, vete. Plot të kërkojnë të tërë, që na kretari bashkisë e deri dhe, ku të duash të i ledha që që. Ka një hyrje duan të tëra, Po, 2 të tërë. Po do një bashkia një hipoteka. Që të bëhet, është çmenduri, unë nuk e kuptoj, kam vajt 20 herë të drejtori i hipotekës. Më dërgon të kretari bashkisë. Të krijoj komision kretari bashkisë të vi të bëj matjet edhe ato. Vete të jo thot kretari bashkisë, është puna ime, vi prap të drejtori i hipotekës. Unë u çmenda, nuk e di, përfundimisht do marrë një bidon me benzinë, o vete para kryeministrisë të Edi Rama dhe atje do lihe me benzinë e do digjem. Nuk, s'kam as një fëmijë i kam në Arati, ka në 20 vjetë për ardhur, vetëm jam. Kam bën një punë të mirë të madhe, por nuk më japin hipotekim. Gjysmën e kam të hipotekuar, gjysmën e kam pa hipotekuar. Po është gjysmën e hipotekova në 2003. Sepse nuk e mbarova se s'kisha lekë. Në 2013 e mbarova, kërkoj hipotekim, nuk më japin. Sa kretor bashkë që kanë kaluar, më kanë anash kaluar. Pse si do kjo punë, ata e din tash. Do vetë edhe një në Tiranë të Edi Rama edhe. Po të bjeri vapa se shumë vapa. Kaq këto janë hallet e problemet e mia. Ndaj nxirrit e Web Saranda, ndaj nxirrit e Klani ku do duhet nxirri. Nuk e tremem vetëm Zotit, jo njeriu. Po, Zotit i kam frikë.